Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 24 deri më datën 30 gusht 2026. Fundi i muajit, fundi i problematikave, fundi i ndryshimit dhe i përkushtimit mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është, sepse nëse do flasim në lidhje me ndryshimin, lidhje me vendimet që merren, lidhje me kuptimin apo të çështjeve të tjera që mund kemi, është edhe mundësia sepse ka një ndikim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. Por, sado që gjërat vinë, sado që ka të bëjnë dhe me kuptimin e plotë të gjërave, kemi dhe një ditë që ndryshon rrotën e historisë mbi atë çka ndodh dhe mbi atë çka kemi. Megjithatë, meqense bie ditë e diel data 30, prandaj dhe e kemi marrë deri me datën 30, që kuptoni sepse ky muaj është me 31, nuk është me 30. Por nga data 1 e tuti do bëjmë parashikime të tjera, sepse neve e dim shumë mirë se si funksionojnë shërbimet dhe ku duhet të ndalojmë dhe ku duhet të kuptojmë mbi parashikimin edhe atë që ndryshon në moment mbi këndet që bëjmë planetet. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave kaq të larmishme dhe kaq pozitive mbi kuptimin e jetës dhe të ndryshimeve të mëdha që vinë drejt punës apo drejt gjërave të tjera që kemi tani e tutje. Megjithëse shumë njerëz kuptojnë se çfarë ndodh mbi astrologjinë, shumë njerëz e dinë se si është funksionimi i këtyre gjërave, por e filloj me datën 24 të ditës së hënë. Data 24 duket se e gushtit ka një energji shumë të veçantë, sepse dielli sapo është futur në shenjën e vigjesës dhe kërkon rregull, ndërsa Mërkuri në fund të luanit aktivizon hënën Lilith, pra të padukshmen, hënën e zezë, duke sjell fjalë të mprehta, zbulime, provokime, mendime të fshehura, krenari dhe të vërteta që dalin në mënyrë më të ndikuar. Kjo është ditë që duhet shumë kujdes mbi komunikimin, fjalët që mund të ndriçojnë, por dhe të ndezin zjarr. Mërkuri në luan flet me krenarin, me zemrën dhe nevojën për të dëgjuar. Hëna e zezë shton instiktin, rebelimin dhe të pathënat në vetveten e vet. Këto energji bashkohen ose aktivizohen edhe mund të kemi biseda shumë të forta dhe deklarata provokuese. Prandaj kërkohet vëmendje dhe kujdes në këtë ditë. Zbulimi i dashurisë, komunikimet papritura, fjalë që prekin egon ose dëshirë për të thënë atë që është mbajtur gjatë brenda. Por rreziku është teprimi. Një e vërtet mund të thuhet në mënyrë aq të ashpër sa humb qëllimin dhe shërimin e asaj çka në mend të thotë dhe çka në mend të rrezatoj gjërat që ndikojnë dhe u japin mundësi, nëse është diçka e vështirë, mund ta themi me një mënyrë tjetër, ose jo ta themi diçka që tjetri varet se sa e kupton atë që ti thua, atë që ti kërkon ti spjegosh, ta argumentosh. Pra, jo gjërat janë copë, diçka që nuk ka lidhje me realitetin dhe neve e themi. Më të ndikuar në këtë aspekt janë luanët, ujori, demi, akrepi, sidomos edhe diçka të tretë, me ndikimet ata që janë në fund të shenjave të luanit, që lidhen me personalitetin, lidhen me punën, kurse ujori në marrëdhënie partneritete, për demin në familje dhe në shtëpi, kujdesi në ndryshimin e madh që vjen. Por gjithashtu dhe plagët e vjetra që ndikojnë shumë në këtë aspekt, ku është një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive, sepse është një analizë e bërë gjatë rrugtimit, ndikimit, favorizimit dhe mundësive. Një formë e ashpër, një diçka shumë e rëndësishme. A do të shëroj vallë kjo dhe ky kuptim i ndryshimit madh që është, apo do jetë ashtu siç ka qenë më përpara? Jo, është ndryshimi dhe mundësia që vjen drejt këtyre gjërave. Por çështje praktike, dita është e mirë për strategji, komunikim, ndryshim dhe dashuri, sepse ka të bëjë dhe me disa gjëra që mirë është duke shmangur impulsitetin, sepse kur jemi në gjëra që i themi në mënyrë papritur, është pak problem dhe jo diçka që mund të jetë figurative ose diçka tjetër që mund të diktoj. Zbulimi i sekreteve pa u menduar mirë, atëherë kemi problem, sepse duam apo s'duam ne harrojmë që kjo është, duhet kujdes dhe neve e themi. Dikush tjetër e merr ashtu jo siç e thoni juve, se nuk keni qëllim për të keq, por ata e marrin për të keq. Prandaj duhet pasur shumë kujdes, më shumë duhet të dëgjojmë se sa të flasim. Data 25 gusht, ditë e martë. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse Mërkuri, që futet në Virgjëresh në orën 1
mbasdites, Mërkuri është planeti i mendimit, komunikimit, dokumenteve, analizës, marrëveshjeve, lajmeve, ndryshimeve dhe jo vetëm. Në Vërgjesh, në mendimin dhe kuptimin, sepse Mërkuri është shumë i fortë, sepse Vërgjesha është një nga shenjat që ai sundon. Kjo do thotë se nuk nga sot mendja bëhet më e qartë, më analitike, më praktike, më saktë dhe më e aftë për të parë i detajet ose më të parë më larg. Duke theksuar se qartë Mërkuri nuk është në retrograd gjatë kësaj periudhe. Kjo është shumë e rëndësishme sepse futja e tij në Vërgjesh favorizon rregullimin e dokumentave, planifikimin, nënshkrimet dhe ato që janë të menduara mirë, studimin, organizimin, punën dhe biseda praktike që çdo gjë kërkon me sistemin dhe me anën shpirtërore. Pas ditëve më shumë ndikimi që kanë ajo që luan fjala, që është e madhe dhe komunikimi kërkon fakte, kujdes. Më të ndikuar janë Vërgjesha, Peshqit, Binjakët dhe Shigjetari, sidomos të 10 diqit parë. Fillimisht, ata me ndikimet të mëdha dhe mundësit që vinë ose ata që kanë të bëjnë me disa çështje, që është Mërkuri që sjell çështje qartësi personale, vendime, fjalë, fokus dhe mundësi të arta. Për sa i përket Mërkurit, sepse është në këtë shenjë dhe sundohet nga është guvernatori pra i Vërgjeshës. Pra për Peshqit aktivizon marrëdhënie dhe kontratat që kanë bëjnë shumë me ndryshimin sepse e keni përballë Peshqit. Pra shenjat ku ndikohen që sundon domethënë planeti ose me kuptimin e fjalës guvernatori i çdo shenje ka përballë shenjën tjetër. Siç janë Vërgjeshat për shembull që kanë Peshqit, siç është Dashi që kanë Peshorin, siç është Shigjetari që ka Binjakët, e kështu me radhë, pra gjitha kanë diçka përballë dhe kjo është ndikimi më i mirë dhe më pozitiv i që ndonjëherë. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me një ndikim shumë madh për Binjakët, shtëpinë dhe familjen, por Shigjetarët karrierën dhe vazhdimsinë. Në fillimin e hyrjes së tij në Vërgjesh, Mërkuri aktivizon temat karmike dhe ato për të shëruar, sepse vjen bie shumë në kontakt me lidhjen veriore në ujor dhe hap lidhje të dobishme me Chiron në retrograd në Dem. Kjo do të thotë se diçka e madhe po ndodh, diçka e madhe po vjen për sigurinë, rregullime, stabilizime, mundësi të arta. Mërkuri në Vërgjesh dhe në anën tjetër më të mirë të mundshme për propozime, për ndikime, favorizime ekonomike financiare. Mërkuri në Vërgjesh mund të shojë dhe ndikimin më të madh sepse vjen një moment mjaft i lartë për stabilizimin dhe duhet të shmangim perfeksionit apo çështjet që kanë të bëjnë ku nuk i di mirë, nuk i themi i dim, sepse mund bëjmë viktime vetvetes. Por gjithashtu duhet të shmangim edhe disa çështje që ka të bëjnë më tepër në nënshkrimet e bëra pa i lexuar hollësisht, diskutimet ku secili kërkon të ketë një të drejtë, si dhe vendimi që merret në çështjet ekstreme siç është në Vërklëku ose keq menduar në gjëra që bën. Dita kërkon mendje të pastër dhe zemër të matur. Kemi datën 26. Data 26 si ditë është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket mundësive, për sa i përket asaj çka jemi, asaj çka kemi në anën tonë më të mirë të mundshme, edhe ka të bëjnë shumë me punën aktuale, por edhe me një ndikim shumë të madh që do thotë ekonomia, do thotë vazhdimësia dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Megjithatë, kjo nuk do thotë se është një problem, por mundoni që të jeni sa më korrekt me veten tuaj, sepse kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë, është periudhë ku do shikoni shumë gjëra të ndodhin, do shikoni shumë gjëra të realizohen në lidhje me punën tuaj. Tani për tani mund të jeni pak në dilemë, sepse ndryshe keni menduar, ndryshe keni gjykuar, por mos mu shqetësoni fare në këtë aspekt, sepse sido që të vinë gjërat, nga do që ta kthejmë në anën tuaj, në lidhje me punën aktuale, në lidhje me një takim që mund të bëni, dhe kjo do të thotë që është marrja e vendimit dhe e çështjeve të mëdha që vinë drejt jush. Por megjithatë, për momentin është dhe periudha shumë e mirë, e mbar në lidhje me një çështje madhore, me çështje pozitive, sepse juve i keni mundësinë dhe keni dhe kohën e duhur për të marrë vendime në këtë drejtim. Por të tjerë mund të flasin, juve mund të duket pak e vështirë, sepse ndryshe e keni kuptuar, ndryshe e keni vepruar në anën tjetër, po gjithsesi, kjo është një periudhë mjaft e mirë, sepse ka të bëjnë edhe me takime pune, ka të bëjnë edhe me një ndryshim të papritur që mund të ndikojë në anën tuaj. Kjo datë ka një ndikim shumë mirë, sepse ndikimi më i madh i kësaj dite, të datës 26 është mundësia
e punës, është mundësia e karrierës, është mundësia e ndryshimit dhe e vendimeve që do të merrni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare, kjo periudhë është e juaja dhe mund të bëni gjithçka doni në anën tuaj. Por ku keni bërë gabime rregulloni, sepse Virgjëresha, Peshqit, Binjakët dhe Shqiptarët, sidomos në ditët parë, kanë mundësi në lidhje me karrierën, kanë mundësi edhe në lidhje me disa ndryshime që vijnë tani tutje. Data 27, kjo ditë është shumë e rëndësishme astrologjike sepse dielli bashkohet me Mërkurin dhe kjo do të thotë që ndikimi më të madh me Mërkurin në Virgjëresh, ku ky kënd është mjaft i qartë për punën, për karrierën dhe jo vetëm, por sepse ndodh vetëm një nga ndikimet më të mëdha që do të kemi dhe ndikimi kuptimi i jetës, do të thotë se vetëm një ditë para eklipsit hënor në Peshk nuk duhet të mendojmë se kjo qartësi është e ftohtë ose shkëputur nga emocionet. Përkundërzi, që vjen për të përgatitur me një emocion shumë të madh në dashuri, në ekonomi. Më të ndikuar pozitivisht janë Virgjëresha, Peshqit, Binjakët dhe Shqiptari, sidomos të ditët të 2 dhe të 3. Ajo që do të keni mundësinë është dhe ndryshimi i madh, sepse për Peshqit që lidhen me marrëdhëniet, partneritetet dhe kontratat ka një ndikim shumë mirë. Për Binjakët, për shtëpinë, familjen, vendbanime të rëndësishme dhe lëvizje. Për Shqiptarin me karrierën, statutin, figurën dhe shenjat e tokës, sidomos Demi dhe Bricapi, mund të përdorin këtë aspekt për planifikim të mirë, studimi, dokumente, dashuri, krijimtari ose udhëtimet të ndikuara dhe pozitiviteti që ka të bëjë shumë. Duhet të shmangnim, mirë është të shmangnim disa biseda të paqarta, të japim fjalën diku që nuk duhet, pra këtu do të pasur kujdes edhe mos mund nxitoni në marrje vendimesh të rëndësishme në këtë drejtim. Por gjithsesi, kjo është një periudhë ku gjërat ndodhin, gjërat rregullohen dhe stabilizohen në këtë drejtim. Të gjithë gjërat janë në favorin tuaj dhe jo në anën e të tretëve. Data 28, kjo është një nga ditët më të fuqishme të gjithë muajit. Sot kemi në këtë ditë kemi eklipsin hënor në datën 28, pra të ditës premte, ku eklipsi hënor në Peshk ka indikim shumë mas dhe vetëm pak minuta më vonë në orën 6:18 kemi hënën e plot në shenjën e peshqeve, por dhe eklipsi hënor gjithashtu ku ndodh në lidhje me ndryshimin, kemi ndodh në lidhje me vendimin. Kjo është një nga kulmet më të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë. Hapet një kapitull i ri, një krijimtari, një mundësi, një kohë e përshtatshme që lidhet edhe me ndjeshmërinë, shpirtin, intuitën, ëndrrën, besimin, mëshirën, sakrificën, artin dhe të gjitha këto që përbëjnë një gamë të gjërave të mëdha të funksionit ekonomiko-financiar, të punës dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë. Por megjithatë, kjo lidhet shumë edhe me çështjet ekonomike, më të ndikuar janë Peshqit, Virgjëresha, Binjakët, Shqiptari, kanë bëjnë shumë edhe me disa takime. Për Binjakët ka të bëjnë shumë puna, për Gaforët dhe Akrepit mund të shpejtojnë disa çështje ligjore që ata kanë një problem për blerjen, duhet pasur shumë kujdes këtu, por megjithatë e përgjithshmja duket se ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet edhe me punën aktuale, por lidhet edhe me një takim që për momentin mund të jetë disi ndryshe, por koha ka treguar që është mjaft pozitive, është mjaft ndikuese dhe gjëra që do të kemi mundësinë për të arritur atje ku neve dëshirojmë dhe adhurojmë. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një takim mjaft të rëndësishëm dhe kjo ka të bëjë shumë sepse ndryshe e lidhim neve, ndryshe mundohemi që të jemi korrekt, por gjithsesi kjo është një nga periudhat ku mjaft gjëra kanë ndikuar, mjaft gjëra kanë rezistuar kohës, do ta thosha unë. Megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar këtu, për të gëzuar për një mijë arsye, sepse juve e keni mundësinë ose keni kohën e duhur për nisma të reja dhe kjo është një nga ndryshimet më të mëdha që keni. Virgjëresha, në fakt, njëjtë kohë kemi dhe tensionin shumë të rëndësishëm, dielli me Mërkurin në Virgjëresh që krijon tension me Uranin në Binjak, po kjo bën ditën më të komunikueshme, edhe sepse ka ndikime të mëdha, se ka gjëra që ndryshe mendohen, ndryshe kuptohen, por mos lidhi kjo ditë sepse përsëritet e njëjta dhimbje, nëse neve nuk jemi të gatshëm ose për të shpejtuar diçka i bëjmë disa firmosje dokumentash gabim. Mirë është të presim pak, nuk ka fundi botës, nuk i bëjmë një ditë tjetër, marrëveshje të mëdha, investime, transferime financiare, vendime ligjore, kërkojnë shumë kujdes, por me diellin dhe Mërkurin në këtë aspekt duhet pak vëmendje dhe kujdes, jo të nxitoni në këto drejtime. Duhet të shmangim vendimet emocionale në kohën që ne nuk jemi aty ku duhet edhe kur mendojmë qartë pastaj, atëherë është problem.
pa kujdes dhe dalim të fituar nga ky drejtim. Kemi ditën e shtunë të datës 29 gusht. Dita e shtunë e datës 29 është dita pas eklipsit hënor në Peshk dhe për këtë arsye mbetet shumë e ndjeshme. Pas një eklipsi hënor, emocionet nuk zhduken menjëherë. Përkundazi, shpesh dita pas eklipsit është momenti ku njeriu fillon të kuptojë çfarë u prek. Mund të ketë lodhje, ndjeshmëri, ëndra të forta, kujtime, nevojë për pushim ose ndjesi për një kapitull të brendshëm të shpirtëror. Sot nuk ka nevojë të nxitoni me të dhënat ose të dhënë një përgjigje përfundimtare, gjithçka është ajo. Eklipsi i dieshëm në Peshk aktivizoi thellë boshtin Peshk Virgjëresh. Prandaj peshqit, Virgjëresha, binjakët, shigjetarët, sidomos të ditëshit parë, vazhdojnë të ndihen shumë të prekur, ata në disa pika kryesore ose disa gjëra që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, është kërkohet vëmendje vëmendje sepse çka duhet të rregullojnë për të arritur në finish. Duke pasur parasysh diellin dhe Mërkurin vazhdojnë në Virgjëresh duke na kërkuar të kthehemi në detaje, puna e rutinë ose realiteti praktik. Kjo me realitetin do thosha ka diçka mjaft të mirë sepse stabilizohet, gjërat që janë konkrete, pak a shumë mund të rregullojmë ose të sistemojmë disa gjëra, është mirë edhe pse jo, mund të arrijmë atje ku duam ne. Megjithëse eklipsi në Peshk mund të sjell pak lodhje më tepër për një arsye sepse është vetë ndikimi dhe favorizimi që ka të bëjnë, por dhe mundësitë e tjera që vijnë drejt këtyre çështjeve. Por gjithsesi, unë do thosha që tani për tani pa kujdes do ishte më mirë. Do ishte më mirë sepse është edhe koha, por edhe mundësitë që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e ndryshimin që ka të bëjnë. Por gjithsesi, veprimet të pakontrolluar ose nuk jeni gati, meqense duhet të mbyllën një proces X së shkuarës dhe mund të hapim një proces të ri, sepse sot duhet integrim, të kuptojmë, të dimë se çfarë ndodh në anën tjetër. Kemi datën 30 gusht. Data 30 gusht si ditë e diel, dita sjell ndryshime ritmi pas ditëve shumë emocionale të eklipsit të hënës, që filloi të largohet nga atmosfera e peshqve dhe energjia shkon drejt dashit, duke sjellë më shumë veprim, impulsivitet, nevojë për vendime dhe dëshira për të ecur përpara, për të arritur qëllimit, për të shtiruar disa gjëra të tjera që janë shumë dikuese, por me se kërkohet kujdes në gjëra të tjera të reja, që do të kemi tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, kjo do thotë se sot mund kemi dëshirë dhe për të vepruar, të ndihemi të qartë dhe jo vetëm. Më të ndikuar janë shenjat e dashit, peshore, gaforia, bricapit dhe ditëshit të parë, gjithashtu edhe shenjat e tjera që pasojnë. Por ajo që ka të bëjnë dash, peshore dhe bricapi kanë një ndikim shumë të mirë sepse dashi një ditë që sjell rëndësi personale, por edhe përgjegjësi. Për peshorët, marrëdhëniet dhe partneritetet kërkojnë kujdes. Për gaforët, Marsi në shenjë i jep forcë, por edhe ndjeshmëri për bricapin. Marrëdhëniet dhe shtëpia mund të kërkojë maturi dhe dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh vazhdojnë të kërkojnë rregull, punë, analizë dhe kujdes në detaje. Kjo do të thotë që mundësi, kjo do të thotë rëndësi mbi atë që ne kërkojmë. Por për çështjet praktike, dita është e mirë dhe veprimet e vogla konkrete. Fillimi i një rutine dhe thjesht është një ndikim shumë i mirë ky se ndryshe gjykojmë, ndryshe kuptojmë, por gjithsesi është një ndikim mjaft i mirë për punën ose për gjërat që neve të përgatitemi për gjëra të reja. Është e mundur kjo të ndodhi dhe kjo është periudha ku kemi mundësinë edhe anën më pozitive të qenë ndonjëherë mbi atë që neve duam të ndryshojmë në jetën tonë edhe të arrijmë në finish. Por edhe pse nuk e kemi pas mundësinë, por gjëra të mëdha që mund kemi pasur, por disa çështje të tjera, është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në anën tjetër, kemi qartësinë, kemi edhe mundësinë e madhe sepse duke pasur parasysh për biseda familjare duhet të shmangim tonin nevrikllojë ku më tepër debatin. Marsin gafore mund të bëj që fjalët të vinë nga lëndimi dhe jo nga qartësia. Për karrierën dita mund të përdoret për veprime të shpejta, por jo për risk të madh. Por në shkrime më mirë të kenë kontrolluar dokumentat sepse jemi ende në fushë pas eklipsit. Për financat duhet të shmangim shpenzimet impulsive. Për ndikimet e tjera është mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme sepse sot duhet veprim, por veprim i matur nga gjitha anët, edhe pse jemi në rikoshient për atë çka ndodh, por është në anën tjetër mundësia dhe periudha kur ndodhin fenomenet sepse kemi dhe një ndikim mjaft të mirë në anën tonë për sa i përket gjërave, për sa i përket ndryshimeve dhe kohës së duhur, sepse
Gjithmonë jemi një hap parë se çfarë ndodh, gjithmonë kemi mundësinë dhe periudhën që do të ndikojnë gjërat, por me qenë se juve keni edhe një kohë të mirë tani për tani, është momenti më jak liçon ndonjëherë. Këto ishte pak si hyrje për ndikimet planetare dhe mundësi që na vijnë. Tani, le të hedhim sy shenjave, por pas të thojmë shenjat. Çdo të kale unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diaspor dhe në kërkimin e bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz që shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka doni, mbi gjithçka rregulloni dhe për sa i përket gjërave që mund të ndikojnë në anën tjetër, por ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me disa ndryshime që juve doni, sepse kemi atje gjithçka, neve kërkojmë gjithçka, duam të realizojmë në një farë mënyre, por kjo periudhë është një periudhat që mund të nisim një punë ose nisim diçka, por kjo varet nga individ pastaj, kur juve doni, kur e keni juve të qartë. Po gjithsesi, nëse e gjini veten atje mirë, nuk e gjini, atëherë mund shkojnë te sekretaria, dërgoni një email, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje në WhatsApp. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, dashi duket se në këtë periudhë e ka një periudhë të vetën, sepse nis një rrugtim të ri. 10 ditë që parë do nisi një punë që zor që ka pasur më përpara para disa kohëve, por vjen dhe momenti i dëshirës, i mundësive të arta, i pozicionimit planeteve, sepse lidhet me pozicione, lidhet me ndryshime, lidhet me gjëra që kanë të bëjnë me çështjet ekonomike më tepër dhe është një nga mundësitë më të mira, por edhe koha që tregon për anën ekonomike dhe financat. Në lidhje me ndryshimin tjetër, keni ndryshim shumë të madh sepse edhe si periudhë, por edhe si kohë, është koha për ndryshimin e madh që vjen në ekonomi dhe në punë. Kurse në lidhje me një takim që do të keni tani e tutje ju, edhe pse takimi mund të jetë i vështirë, në lidhje me ortakërit të diçit të dytë kanë një mundësi të tillë, por megjithatë juve nuk është se keni pasur probleme ose keni pasur gjëra të paqarta, por unë do thosha këtë tjetrën, që është një mundësi shumë e mirë tani, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë dhe koherent që jeni me anën tuaj të punës edhe të veprimeve, vendimeve që merrni tani e tutje. Mos u shqetësoni fare, sepse është një nga periudhat më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë për arsye ekonomike. 10 ditë i dytë do merret me një takim që e kalon prej shumë kohësh, mirëpo vjen një moment tani që do të jeni shumë të kënaqur sepse dini ta zgjidhni dhe keni pas mundësinë, kohën e duhur për nisma të reja mbi atë që ju kërkoni, mbi atë që ju dëshironi dhe është mjaft e mirë për punën deri nga mezi i javës, që është një nga periudhat më të mira, më pozitive do të thosha unë, sepse ka të bëjnë edhe me ndryshimet në një pasnjëshme që juve keni, por gjithsesi pozicioni planetar juve ju jep një mundësi plus për punën dhe për karrierën, sepse ka të bëjë shumë me peshoren përballë që keni, por në anën të përballë juve keni dashuri që ka ngelur në tentativë, keni lënë pas dore, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse juve i keni të gjitha mundësitë dhe kjo është një mundësi dhe logjika tregon që po e keni mundësinë, po i keni gjitha gjërat që juve doni dhe keni mundësinë për nisma të reja në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me peshorët e 10 ditë të parë, me kaforët e 10 ditë të tretë. Me kaforët e 10 ditë të tretë, tjerët mund të flasin çfarë të duan. Pak rëndësi ka, por juve çfarë bëni, sepse ndryshe e flitet, ndryshe rregullonet. Prandaj mundoni që të jeni sa më korrekt me punën tuaj, për veten tuaj një herë ju, se të tretët atë punë kanë, ashtu do flasin, ashtu ju pëlqen atyre. Por juve jeni me këmbë tokë dhe dini shumë mirë çfarë ndodh dhe ku gjërat rregullohen dhe startohen. Në lidhje me dash bricap, edhe si njohje, është njohje serioze, por duhet pasur kujdes nga personat e tretë. Kurse
Dash Luan është jeta vetë me kuptimin e mirë të fjalës për jetën dhe vazhdimësinë. Kurse për peshore, përgatituni se është koha më e mirë e mundshme për nisma të reja dhe vazhdimësi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja më ndikuese, më rrezatuese, që ka qenë ndonjëherë, kjo do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi tani për tani, mund të themi me plot bindjen që ka mundësinë të zgjidhë një çështje të lënë pezu, por kjo bën që tani për tani, sado që kjo periudhë është periudhë e vazhdimësisë së djeshme, por jo se ka një diçka që nuk shkon. Ka gjëra që janë mjaft pozitive, ka gjëra që janë mjaft ndikuara nga ana juaj, por edhe mundësia ekonomike financiare, duket se për juve është një anë mjaft e mirë dhe shumë pozitive për nisma të reja, për ndryshime, për takime dhe bisedime. Të tretët do ta kuptoni dhe vetë se sa të dhënë jeni mbi atë që ka kërkoni të bëni. Dhe kjo do të thotë që i keni të gjitha mundësit, edhe pse njerëzit nuk do duan që juve të jesni përpara ose nuk do duan që të bëni diçka që për të tretët do ishte diçka shumë e madhe, nuk ju pëlqente. Por juve mos pyesni çfarë thonë të tjerët ose çfarë ata për ju. Punë e madhe, punë kanë do flasin. Dhjetëdiçi i dytë i shenjës së demit ka një mundësi që ndryshe gjykon, ndryshe rregullon. Por gjitha mundësitë, gjithë koha, mundësitë që jepen në fakt me anën e pozicionimit të planeteve dhe të kohës së duhur, është mundësia dhe periudha mjaft e mirë e këtij pozicioni planetar, ku është mundësia më e mirë për stabilizime dhe gjërat konkrete. Për gjërat konkrete, ekonomia, puna, karriera, marrje vendime të rëndësishme, kohën e duhur, dhe kjo do të thotë që është një mundësi shumë e mirë tani, sado të tretët flasin ose mund të thonë gjëra që nuk ju përket juve. Po atë punë do kenë sepse do flasin, përndryshe s'ka kuptim ajo çka ndodh. Por gjithsesi, kjo është një mundësi shumë e mirë tani, edhe momenti është më i mbar, më pozitiv, më korrekt nga ana juaj. Megjithatë, mundësitë janë tani dhe është një mundësi shumë e mirë mbi punën, mbi zhvillimet, ndryshimet, ekonomia, stabilizimi dhe gjërat konkrete që do keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën këtu kërkohet pa kujdes me udhëtimet, bashkim familjar, do shikoni një dokument që mund të mungoj nga mesjava, do ta thosha unë këtë, është mirë para eklipsit hënor, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse juve edhe si mundësi e keni gjënën, edhe do t'i zgjidhni gjërat të kudoni, edhe keni disa anë pozitive, dhe kjo do thotë që vërtet kërkoni të drejtë, kërkoni gjëra që doni, kërkoni mundësinë e artë për ekonominë, për punën, për karrierën, për ndryshime, dhe disa gjëra të tjera që do jenë kaq pozitive, sa dhe juve nuk do t'i besoni. Megjithatë, kjo është periudha, kjo është momenti ekonomik dhe financiar për juve të kësaj shenje, ku do të keni dhe mundësinë, do keni dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë, sepse këtu lidhet demi gjithmonë është një hap para se çfarë ndodh, po kanë pasur do flas për ato që kanë pas ndarje. Nëse juve që unë flas për shenjat, ju mund të shkruani në inbox që po kam pas ndarje vërtet, po dua të bashkohem. Për shembull, a ka mundësi ose s'ka mundësi. Për shenjat që them. Pastaj për sa i përket gjërave të tjera, tjetër gjë, ajo nuk është në flasim me detaje. Por për shembull, keni pas një ndarje ju dem ujor. Kjo është një moment që ndryshe gjykohet, ndryshe veproni. Kurse dem luan është vetjeta. Është sakrifica në brendësi, po e keni mundësinë ju. Është një moment shumë i mirë tani në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, se ka mjaft vendime të rëndësishme që mund të merrni. Një anë shumë pozitive kjo, por gjithmonë jeni duke kërkuar ose jeni në kërkim të disa gjërave ekonomike e financiare. Momenti është mjaft i mirë ngado që njerëzit flasin, bëjnë njërën tjetrën, por megjithatë tani është koha juaj, është një nga momentet më të mira dhe shumë pozitive, sepse zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur dikur. Megjithatë tani për tani
mund të reagoni disa gjëra, por megjithatë tani keni dhe periudhën që keni në anën tuaj në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, keni pas një për të marrë dokument dhe nuk është realizuar, për shembull, ka qenë me akrep të diçka tjetër, por juve e keni mundësinë dhe do ta zgjidhni këtë problem, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse është koha dhe momenti më i mirë në anën tjetër. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese, sado që janë të vështira, sado që keni pasur probleme në lidhje me takim pune, në lidhje me ndryshime të mëdha ose çështje të lëna pezu, ose gjëra që lidhen me të ardhmen ose me blerjet që ka të bëjnë. Këta janë binjakët. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani e tutje nuk janë në udhkryq, s'kan qenë kurrë në udhkryq. Por çfarë ndodh tani? Ndodh nga ndonjëherë se ndryshe gjykojmë, ndryshe vendosim, ndryshe mundsojmë. Por momentet që kanë të bëjnë, periudha kur ndodhin fenomenet ose mundësitë që jepen në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, binjakët janë, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim se janë më me fat në çdo drejtim, në çdo pikë që kanë bëjnë, por edhe jeta ka ndikime shumë të mira, sepse keni pasur lidhje njohje, për shembull presupozojmë bashkim me firmash ose keni një ndryshim pune që do bëni dhe e prisni për të ndryshuar punën juve, sidomos me ujor të 10 diçit të parë, kërkohet pak kujdes, nuk mos u nxitoni këtu. Kurse me ndryshim pune, rol drejtues e keni mundësinë ku do jetë një mundësi tani në këtë periudhë që neve flasim, edhe kur është më mirë kjo, që do të ndikohet në mesjavë. Nga mesjava e keni të gjitha mundësitë për të bërë, jo vetëm për të marrë vendimin e rëndësishëm, por do shikoni që keni të bëni shumë, sepse gjithmonë kur qëllon nga njerë shumë mirë, edhe vetë për shtatë në fakt, ndryshimi punës ku kemi eklipsin hënor, edhe ndodh fuqishëm, do thosha unë, binjakët e kanë edhe si mundësi, por edhe si ndryshim të madh që vjen drejt jush, kur është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv për ndryshimin e madh ekonomik, financiar, lidhjet, ndryshimet, rikthim nga e kaluara, që ju keni një mundësi tani, nëse doni të bëni disa rregullime ose keni ndërmend për të nisur diçka të re, e keni mundësinë. E hëna marrë e mërkura që janë perfekte në rasti konkret. Kurse entja premtja shtune diela është mirë të bëjmë për llogaritjet që të kemi për javën që vjen, të jemi të sigurt për atë çka bëhet, të sigurt për atë çka kërkohet, sepse është mundësia e më e mirë e mundshme tani, është dhe koha, domethënë që ndikohet jashmase për anën e financave dhe të biznesit, për kohën dhe karrierën që do të keni mundësi, po gjithsesi nuk e të shmangim disa gjëra të ftohta që nuk na pëlqen neve, po gjithsesi kjo është periudha juaj, është momenti më i mirë. Kurse në lidhje me dashurinë, unë ma them ju bëni si dore barazëmës tuaj, keni pasur një njohje për shembull me peshore dhe keni lënë pas dore. Bini pas se dikush tjetër do të trokasi. Edhe do bëni pishman pastaj. Flas për peshoren unë. Binjak peshk për shembull. Si periudhë do thoni juve i shej ujë me shej ajër sa shkon. Janë planetet ata që japin verdiktin kryesor. Po meqense ndikoni shumë këtë periudhë, edhe koha do që juve të jeni aty ku doni, është një ndikim, një prirje për raste të tilla dhe ju keni mundësinë me e rregullu dhe e stabilizu për të ecur përpara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe kopërmentuese nga ana tjetër, sepse ndryshe lidhet, ndryshe gjykohet, ndryshe mundsohet që do të thotë shenja e gaforres. Për sa përket shenjës së gaforreve, meqense gaforret tani për tani nuk kanë diçka për të shqetësuar, edhe pse janë në dilemë për punën e tyre, janë në dilemë për atë çka po ndodh. Unë ju them, prisni pak. Se me kalimin e kohës, dhe shikoni edhe vetë ju, ku janë disa mundësi të arta
ku juve e keni mundësinë për zgjidhur një problem pune, për zgjidhur diçka që më shumë vështirë ishte për të zgjidhur më përpara. Mirë, gaforet e 10 ditësh të parë kanë 100 mundësi, jo 1, po 100. Dhe kjo bën guvernatori juaj, Hana, dhe ndikimi i eklipsit të Nor dhe Hana e plot, u jep një mundësi kaq të madhe, dhe juve keni ndryshimin më të madh, sepse është në lidhje me ndikimin e Hanës plot, por dhe ndikimin e eklipsit, ku pastron gjithçka, ku vjen një moment i rregullimit, i kërkesës së llogarisë, sepse lidhet me këtë, nuk ka diçka për të shqetësuar fare këtu, se nuk ka vend për të shqetësuar kurrë. Dhe nuk ndodh diçka që themi çfarë po bëhet, pse nuk vijnë gjërat ku duam ne. Jo, kjo nuk do thosë se nuk ka vend ose ka probleme të ndryshme të mbartura. Momenti do që t'jemi koherent, koshient me atë çka ndodh, me atë çka bëhet dhe çka servir jeta. Po meqenëse gaforet lidhjet më të gjata që ata kanë, nuk e diskutoj unë këtë, edhe me punë dhe bashkëpunime, kanë bëjmë me parandorë, kanë bëjmë me disa marrin një kredi shtetërore për lidhje me biznesin. Kjo është momenti më i mirë i mundshëm. Është koha, është momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për 1000 arsye. Është kjo periudhë, është ky moment që zgjidh problemet e pazgjidhshme. Dhe pikërisht momenti i duhur, pikërisht gjëra që do të ndikojnë dhe do të rrezatojnë për jetën, për vazhdimsinë, për korrektësinë, për punën aktuale, për gjërat që do të vinë, edhe shumë gjëra të tjera do shikoni dhe vetë do kujtoni se ka të bëjë shumë me punën tuaj, edhe me ekonominë, stabilizimin e saj. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët dhe diçit parë, me akrept dhe diçit të tretë është diçka shumë perfekte, por mos harrojmë sepse keni përballë, keni përballë, ta kuptoni, britqapin. Kur keni britqapin përballë, çdo shenjë që ka përballë, jo vetëm për britqapin, por për shembull, gaforia ka britqapin, Luani ka ujorin, Yrgesha ka peshit. Pra, ka shumë çdo shenjë do ketë një diçka bashkë. Edhe ky teli ka dy tele, ka nulin dhe fazën, pra janë një diçka në paralele në gjëra që bëhen dhe rregullohen. Dhe kështu që duhet të kuptojmë mbi diçka që është e rëndësishme për të ardhmen dhe jo e parëndësishme ose jo e dobishme. Është e dobishme për gjithçka që ndodh, gjithçka që bëhet, por gjithsesi e përgjithshmja është ajo çka neve flasim, çka neve themi dhe mundësitë të arta. Kurse udhëtimet, edhe një dokument shtetëror që ka të bëjnë, juve e merrni, ju jeni në diasporë ose jeni për të bërë një blerje për shembull, po supozojmë blerje, po është e mundur, po është koha ku stabilizimi, gjërat konkrete, mundësi që vinë, periudha kur ndodhin fenomenet, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim sepse është momenti më i mirë dhe më i artë në atë çka ndodh, në atë çka rregullohet, stabilizohet në anën tuaj. E gjithë historia dhe koha ka treguar sepse juve i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi takimet, mbi mundësitë që vinë tani e tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë ka qenë një nga periudhat më ndikuese ose më rrezatuese për ekonominë dhe punën tuaj, por tani ka qenë një kohë që ndryshe gjykohej, ndryshe rregullohej, por si rregull dhe si mundësi është e gjithë historia ku flet për të ardhmen, flet për një ndryshim shumë të madh që bëhet mes asaj. Kjo është puna tani dhe mes asaj të ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë tani e tutje. E përgjithshme për sa përket gaforeve, gaforet kanë mundësinë të këtë javë të nisin dhe të dalin mbi sipërfaqe për gjërat më të rëndësishme që ata kanë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë rrezatuese, një shenjë që është në gjendje të përgjigjet kohës dhe vështirësive, që këta janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani kanë marrë stafetën dorë për 1000 arsye. Jemi në javën e kontributeve të mëdha
që dalin nëpërmjet punës, dalin nëpërmjet karrierës, dalin nëpërmjet ndryshimeve që bëhen tani atutje. Është një periudhë shumë e mirë sepse vetiu kërkohet juve e keni, kërkohet marrje vendimi të rëndësishëm juve e keni, dhe nuk e diskutojun për një mirë arsye për punën tuaj, por megjithatë është një moment tani, është një moment shumë ndikues dhe rrezatues në ato që ndodhin tani atutje, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar. Kjo periudhë është periudha më ndikuese, më rrezatuese për ekonominë, për vazhdimsinë dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh një nga mundësitë më të arta ose një mundësi pozitive ekonomike financiare, sepse zgjidhet një problem mjaft pozitiv, se keni pasur disa gjëra që do thoni juve, nuk është puna, a është problemi, është pozitiv, jo për pozitiv si problem, por ka zgjidhje pozitive. Se ka probleme që nuk zgjidhen, është negative. Por probleme, kur e them pozitive, të kuptojmë. Në anën tjetër, kemi 10 ditë që i parë i shenjës luanëve, kanë disa mundësi. Mirë po çfarë? Mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje, janë mundësi të arta ekonomike, pune, vazhdimësie dhe lidhje me karrierën. Por sa janë gati të përgjigjen kërkesave që këta kanë, por njëkohësisht ka dhe diçka shumë të rëndësishme për anën ekonomike financiare të biznesit më tepër, sepse lidhet në këtë drejtim edhe kanë pasur disa probleme të mbartura nga e kaluar dhe ndryshe gjykojnë, ndryshe kuptojnë mes asaj që janë të realizueshme të bëshme. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë, nga tani e tutje, nuk keni një pse të më shqetësoheni, sepse është periudha, është dhe koha mjaft e mirë, tepër pozitive në ndryshimet që kanë bëjnë dhe takimet që do të keni tani e tutje. Por megjithatë, është edhe një periudhë mjaft e mirë ajo e dashurisë, sepse çdo ndarje që keni pasur nga e kaluara e zgjidhni tani. Ndikimet që kanë bëjnë me dëm të ditëshit parë, me ujor të ditëshit tretë është perfektja, sepse është një periudhë tani ku gjërat janë në favorin tuaj dhe jo disfavor. Ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me vazhdimsinë, sepse me këtë ka një problem vogël, por si keni pasur një lidhje dhe jeni shkëputur me peshkun, mundoni ta gjini këtë, sepse do thoni, a ja vlen baraqiran që unë të nis diçka të re në këtë drejtim ose të këtë që kam pas, po si jeni shkëputur akoma. Shikojeni në detaje gjëra që ju duhen dhe jo ato që s'ju duhen. Por gjithsesi është një periudhë ku kërkon vazhdimsi, korrektësi dhe vazhdimsi. Megjithatë kjo është një periudhë tani mjaft e mirë dhe mjaft solide për juve, mjaft solide për gjërat që do të bëjni ose do të rregulloni në anën tuaj në ekonomi. Megjithatë, duket se i keni të gjitha mundësitë për të arritur. Luani gjithmonë ka qenë mbreti gjithçka edhe është e bën puna, nuk është se punë flasim në metaforike. Domethënë që po Luani që është Luan, ka forcën, po ka forcën e mendjes, forcën e krahut. Se di i përgatitet gjërave që do. Kjo është fuqia, është mundësia dhe koha e duhur. Çështja e dashurisë, edhe pse keni pasur me akrepin sa probleme zgjidhni, me binjakët shkoni në altar dhe një pasardhës e keni me ujor të 10 ditëshit parë. Të shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndryshimit të madh, ku do ndryshohet rrota historisë nganjëherë, kur kemi disa aktivitete planetare në shenjat e tokës zakonisht, nuk e diskutojmë se ka të bëjnë shumë, dhe momenti më i artë është tani, që do thotë Virgjëresha. Duket se e kanë me nxitim nga ndonjëherë, por unë i them Virgjëreshave, nuk ka pse të ndikoj ose të ndryshoj gjërat që nuk i duhen. Mo i duhen që të gjitha i duhen. Unë për Virgjëreshat do thosha që Virgjëreshat kanë një të drejtë madhe kush ua di. Virgjëreshat kanë mundësinë. Virgjëreshat janë kripa dhe piperi në fushën e karrierës së tyre. Të tjerët i xhelozojnë, të tjerët i kanë inat. Ata janë vetë inaçor. Sikur them më herë që Virgjëresha tërreth mes pazarit ka kuptimin tjetër, sepse kur thot unë vet jam i rregullt shkoj në punë në orarin e caktuar se pak më përpara. Ti vjen në orën një gjysore më pas.
edhe kërkon rregull, me unë që i ka merr përpara. Dhe nuk ka merr përbas. Po këtu është problemi. Këtu është ajo çka unë them gjithmonë mbi ndryshimin dhe mbi komunikimin, kuptimin. Por gjithsesi, e gjithë historia ka përgjithësitë e veta, por juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni momentin e duhur mbi kohën e duhur për gjërat ekonomike financiare. Të 30 ditë që kanë mundësin, kanë dhe kohën, maturin ndryshimin e madh që po vjen. Pregatituni, se është momenti, është koha ku juve zgjidhni mes ndryshimeve dhe takimeve, mes mundësive dhe kohës së ardhshme. Mes asaj që bëhet, mes asaj që është kuptim plot për jetën. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani, është koha që dua të ndryshoj. Po, dua të marr një vendim të rëndësishëm në ekonomi, sepse kështu më kanë ardhur gjërat, po. Është dhe koha e duhur për stabilizimi, sepse jeni stabil në ekonomi, jeni stabil në gjërat që doni të bëni, në kohën e duhur për momentin që juve keni dhe është një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë tek juve dhe është mundësia mjaft ideale. Sepse, duke pasur parasysh, kemi dy gjëra shumë të forta, të fuqishme, sepse dita e premte, ku ndodh ndikimi më i madh, eklipsi hënor në peshk, dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë shumë me ndikimin e madh në boshtin peshk virgjëresh. Pra, nëse eklipsi diellor i 12 gushtit ishte në Luan, hapi një kapitull të ri rreth zemrës, krijimtarisë, egos dhe dukshmërisë. Ky eklipsi hënor, që ndodh në ditën e premte, në peshk sjell kulmin emocional, zbulimin, përfundimin, çlirimin dhe ndërgjegjësimin e thellë. Pra janë disa gjëra që na lidhin. Kemi një kredi, nuk e kemi marrë, na duhet me dëmos, po e marrim. Është koha jon, është momenti jon, është periudha më ideale. Kurse, në dashuri jeni pak fajtor, do kam çfarë të bëj. Do thot me peshk, do thot me dem, do thot me shikjetar. Me shikjetar edhe dishitet një, shikojni pak, se keni edhe çik mas dore. Unë dua se them duhet mua thua ti, po nga njerë gjërat janë krejt ndryshe dhe situata që vjen nga ndonjëherë, por edhe komunikimi bëhet më ndryshe dhe më kuptim plot në atë çka neve kemi dhe jemi në fusha të ndryshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë që flitet shumë tani kohët e fundit, që kanë shumë shanse të mëdha në lidhje me punën e tyre, në lidhje me vendimet që ta marrin, në kohën e duhur, në momentin e duhur. Që kjo do të thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, peshorët e duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur, kanë bëjnë zgjedhjen e mirë këta, sepse peshorët asnjëherë nuk dalin jashtë kuadratit të tyre, e din se ku janë, din se çfarë bëjnë, din se ku mbështeten për të drejtën e tyre, din jo vetëm mbështeten, po kanë mënyrën se si ata i bëjnë gjërat, periudha kur ndodhin fenomenet, momenti që është tani e tutje që është një nga ndryshimet, është një nga vendimet, është një nga mundësitë më të arta që vinë drejt juve tani e tutje. Kjo periudhë, sado që të tretët flasin, sado që me të vërtet, pa vërtet, puna është çfarë bëjmë, ose çfarë neve kërkojmë të rezatojmë në ekonomi, në fusha të ndryshme të jetës, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë, është periudha më pozitive që ndonjëherë, sepse ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me punën kjo, lidhet shumë me anën e punës, por meqenëse keni pas një ndikim shumë të madh, por ka ndikime të tjera që vijnë drejt ekonomisë, por dhe drejt ndryshimit madh. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, me ekonominë, me stabilizimin, kur gjë që është stabil, gjë që rrjedh nga një moment ose janë kohë të ndryshme që diktojnë dhe ndikojnë në anën e punës, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse shprehja ose ajo çka themi kur dua të bëj diçka më ndihmon dhe fati, kur e lë pas dore jep Zoti bereqetin me drejtëthesin. Pra janë dy krahe të kundërta, sepse nganjëherë atë kur na duhet, neve nuk i japim pesh, por në anën tjetër kemi mundësinë edhe periudhën më të mirë të mundshme për nisma të reja, për ekonominë, për vazhdimsinë dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Është një nga momentet më të arta, është një mundësi e mirë tani, sepse kjo periudhë është periudha ekonomike dhe periudha e ndryshimit të madh, periudha që do të keni mundësinë
tani tutje të zgjidhni gjërat aty ku doni juve. Dhe edhe pse keni pasur probleme, edhe pse në maksimum keni qenë shumë të dhënë mbas ekonomisë, keni qenë shumë të dhënë mbas gjërave që keni pasur dhe doni, por tani është një moment mjaft i mirë dhe shumë ideal në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin. Por gjithsesi kjo periudhë është periudha mjaft pozitive dhe e rëndësishme për sa përket karrierës. Për karrierën do të thosha unë, ka gjëra që janë mjaft ndikuese, sidomos lidhjet afatgjatë. Për lidhjet njerë tani për tani keni mundësit juve se gjërat kanë arritur aty ku duhet, jeni aty siç i doni juve punët, edhe mundësit arta duan apo s'duan të tretët juve keni mundësinë tuaj gjënë, edhe momenti që është tani, edhe kjo është një kohë shumë e mirë për të parë se çfarë do të bëni mbi stabilizimin e punës, korrektësinë tuaj, sepse ka diçka shumë të madhe tani tutje. Po lidhjet që kanë të bëjnë lidhjet e dashurisë duket se me dash të 10 vjeçit parë, me ujor të 10 vjeçit të është perfekte, por mos harrojmë sepse megafore është vetë jeta, e një problem i vogël ka qenë një shitje që është bërë me një person të shenjës së Bricapit, nuk e di arsyeën se si, por e zgjidhni si problem kjo, është diçka shumë e mirë, pra peshorët e Bricapit dhe kanë mundësinë në anën tuaj për të arritur në finish. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është momenti, koha, periudha dhe marrja e vendimit të rëndësishme, sado që gjërat janë në vështirësi, por juve e keni më të lehtë për zgjidhur çështjet problematike. Që kjo do thotë shenja e akrepëve. Përse përket akrepëve. Akrepët duket se tani për tani i kanë të gjitha mundësit, jo se s'duan, por vëzhgojnë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për bërë nisma të reja dhe në anën ekonomike financiare më të plotë. Dhe me ndryshime të mëdha që vinë. Kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë dhe shikoni dhe vetë se ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me anën e financave. Me financat keni pas probleme dikur, por tani jo, tani keni zgjidhur këtë periudhë që jemi tani. Dhe duket se ka të bëjnë me anën ekonomike dhe periudha që ndodhin fenomenet janë dhe koha më e mirëmueshme tani, sepse stabilizimi do thot punë, do thot karrierë, do thot ndryshime, do thot mundësi. Me qenë se doni të bëni një shitje juve të 10 diqit të parë, e ritheksoj të 10 diqit të parë, jo të gjithë kanë atë mundësinë, domethënë që mos keq kuptohen dua unë, po tjetër pastaj bëni çfarë doni. Duke pasur parasysh këtë periudhë, këtë kohë dhe lidhjet që kanë të bëjnë me favorizimet që kanë tani e tutje, 10 ditë i dytë do të bëte blerje, po se arriti dot, sepse ishte tjetër gjë kërkoni, tjetër gjë u realizua, por gjithsesi, tani është një ndikim favorit për punën dhe për karrierën, është dhe momenti më i mirë, më pozitivi dhe më ideale për zgjidhje të disa çështjeve ekonomike financiare. Kjo shitje do t'ju japi një zhvillim shumë të madh juve, ose keni pasur plan më përpara për bërë këtë shitje, por nuk është bërë për arsye për tjetër, por gjithsesi periudha ka treguar që në kohë ku nuk i ka erdhur ora, mund ta kishit shitur edhe dje për shembull, ta vinin në përdorim ato para ose atë punë në vitin që vjen. Do thonë juve, po kush planet i bëjmë një herë edhe i bëjmë për diçka, por ajo nuk do të thotë se bëre planin sot e nuk e realizon nesër. Por ka momentin, mund të vinë momenti ta shesësh sot dhe nesër të nisësh diçka tjetër dhe është mjaft pozitive e sotshmja me të nesërmen dhe koha është me juve. Prandaj e keni mundësi. Në fushën e dashurisë, duket se akrep dem, akrep luan, është diçka shumë e madhe, se do më kujtoni ka diçka shumë pozitive. Madje është koha juaj, është momenti më i mirë dhe më pozitivi i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja me vendime të rëndësishme për jetën, për punën, për karrierën. Këtë do thot shenja e shiketarëve.
Për sa i përket shqiptarët kanë shumë ëndra, por unë do thosha njëra nga ëndrat më të mëdha janë stabilizimi ekonomik financiar. E dyta kanë ndikimin dhe stabilizimin e familjes për gjërat që do të realizojnë në plane afatgjat. Dhe kjo është diçka shumë pozitive për këtë shenja, edhe pse ju duket e vështirë, edhe pse arrin të bëjnë diçka dhe vjen një moment që nuk e realizojnë ashtu siç duhet, por a do jetë ëndra e mbetur në sirtar, apo është e provuar e privuar për shumë gjëra për të arritur qëllimin, do thosha po. Dhe është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment dhe koha tregon që juve jeni me fat në këtë drejtim dhe nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, për të shikoni se çfarë do të ndikojë tek juve, por shqiptarët me sa duket ja kanë arritur qëllimin e tyre dhe mundësitë janë tani për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare, por gjithashtu dhjetëdiçi i tretë është shumë i dhënë mbas ekonomisë, mbas stabilizimit, mbas gjërave korrekte, se janë korrekte me punën e tyre, janë korrekt me atë çka do të bëjnë, me atë çka ata kanë, por dhe një nga mundësitë më të arta që vinë drejt jush për arsye ekonomike, për arsye pune, për arsye të ndryshimit madh që vjen drejt jush, sepse ka të bëjë shumë me ekonominë, ka të bëjë shumë edhe me disa marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, por gjithsesi është momenti juaj, është e periudha që ndodhin fenomenet. Për këtë arsye kemi një moment shumë të mirë tani, sepse do të zgjidhen problemet, do zgjidhen gjërat e pazgjidhshme, koha tregon, mënyra dhe mundësia që juve keni është një mundësi shumë e mirë, e artë në atë çka bëhet, e artë në atë çka kërkohet dhe korrigjohet, por gjithsesi është periudha dhe momenti më i artë i që ndonjëherë mbi anën ekonomike dhe financat. Ndryshimet të mëdha vinë, nuk e diskutojnë, ndryshimet të mëdha kemi të bëjmë edhe me anën ekonomike financiare, kemi të bëjmë edhe me mundësitë të arta që vinë nga ana juaj, por megjithatë, pse jo, ka dhe diçka mes asaj që është e bërshme dhe mes asaj që është e parealizueshme. Është realizueshme që shkeme te, ka një arsye për të gëzuar për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të gjërave që vinë drejt jush për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Mundësitë janë të arta. Koha tregon që është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv dhe kërkesat për nisma dhe lidhje me punën, lidhje juve që jeni me jashtë, sepse jeni në kërkim për të bërë një ndryshim, dhe ky është ndryshimi më i madh që do ndodhi në fushën e karrierës suaj, sepse është momenti për punën tuaj dhe do filloni një punë të re dhe kjo është aja dhe zheja në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshorët e dhjetëdhjetit parë, me gaforët e dhjetëdhjetit tetë është perfektja, pak kujdes me tem të dhjetëdhjetit të dytë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese dhe mundësi të arta që kanë të bëjnë me punën aktuale, por dhe me një shitje pasurie ku do lëvizin, do shtegtojnë, sepse kanë një shans shumë të madh dhe e presim me padurim, që do thot shenja e britsjavëve. Përsa përket shenjës e britsjavëve, me qenë se britsjavët tani për tani, sado që lodhen në lidhje me punën e tyre, kanë bërë shumë në fakt, nuk ju mohohet, por të tretët flasin sipas mides, sipas asaj ata çka duan të qortojnë me pa të drejtë ose të flasin gjëra që nuk janë në vërtetësinë e tyre, por janë në kohën e tyre. Dhe vjen një moment, është një moment i artë në lidhje me ekonominë, sepse pasuritë paluajtshme dhe atje ku do të shkoni, sepse të 30 ditë që kanë një udhëtim, dhe ky është një udhëtim e prisë në padurim, ose do jetë në Shtetet e Bashkuara, ose do jetë në Europë, nuk e di, ose do lëvizni për shembull siç mund themi nga Italia në Gjermani, nga Italia në Spanjë, nga Greqia në Gjermani, e kështu me radhë. Por për juve që bëni me Francën, Gjermaninë, të shenjës së britsjavëve gjithmonë, Amerika, është mjaft e ndikuar sepse ka të bëjë me britsjapët shumë ndikimi, është shumë ndikimi i madh dhe kjo lidhet shumë edhe me kohën kur ndodhin fenomenet. Një nga mundësitë më të arta që kanë të bëjnë tani është periudha shumë e mirë e mbar
dhe nuk diskutohet që juve keni mundësi, nuk diskutohet që juve keni të gjitha në dorë, tani e tutje, ku do të shikoni dhe vetë gjërat të ndodhin dhe pikërisht tani, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe solide ekonomike, karriere, në lidhje me karrierën, thosha unë, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Kërkesat dhe mundësit është periudha juaj, është ajo çka dua të bëj, ta realizoj dhe të kuptoj jetën dhe ndikimin e madh që ka të bëjë. Por tani e tutje, çdo gjë është në dorë, çdo gjë e keni juve në dorë, për sa i përket gjithçkaje, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar, sepse bëqapët kanë mundësinë mjaft të mirë për anën e financave, kurse të 30 diq, kurse në lidhje me dashurinë, një ndikim i madh ka qenë me Luan, ka qenë me Binjak, por nuk është rregulluar akoma. Keni pas një ndarje megafore, po shikojeni pak, gjeni një mënyrë të paktën ta rregulloni me shoqë, sepse është një anë e mirë. Kurse me peshore dhe me dash ka diçka shumë të mirë për juve, stabilizimin e familjes edhe gjërat e tjera që do pësoni më tej, ku janë momentet të mirë të arta dhe koha që tregon mbi shanset dhe rregullat e lojës, i keni në mundësinë tuaj, keni momentin tuaj, keni dhe ndryshimin e madh që do vinë drejt këtyre gjërave. Sepse dashuria që ka të bëjë në lidhje me dokumentat, kur them unë, është tjetër gjë kur ke një njohje për 3 vitesh dhe jeni ndarë për një arsye për tjetrën, qoftë jashtë, qoftë Shqipëri. Kjo vlen për ndryshimin e madh që vjen në anën tuaj dhe mundësitë e arta që do të keni pastaj në jetën tuaj sociale. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që është mjaft kontribuese, rrezatuese dhe mundësi, që do thotë shenja e ujorëve. Përsa përket ujorët duket se tani për tani i kanë mundësit për zgjidhur problemin, kanë mundësit për t'i arritur qëllimit, kanë mundësit për çështjet e punës së tyre dhe për karrierën, se në lidhje me karrierën bëhet fjalë, dhe ju se kanë një boshllëk ose nuk e dinë se çfarë duan, e dinë që ç'ke me të, por nuk duan që të bëjnë fjalë. Ujorët janë shenja e ndryshimit dhe kuptimit të jetës, por 10 ditë që parë do merret me punë që ka tani ose një rritje në detyrë do ketë 10 ditë që parë. 10 ditë i dytë do lëviz nga i vend pune që është, sepse do transferohet diku hjekët ose kanë bërë në plan në muajin maj, që është në maj, por nuk është realizuar, tani realizohet për shtator, por jemi akoma në fillimin e gushtit për arsye të gjërave, për arsye të ndryshimeve, për arsye të kuptimeve, për arsye të gjërave, por gjithsesi nga fillimi i gushtit ka qenë, kur kemi qenë në fillim të gushtit, keni pasur disa gjëra që nuk kanë realizuar. Tani në shtator vjen puna për shkak pas nesër, për vinë muaj. Ka një gjë që është mjaft ndikuese, sepse duke filluar në muajin maj, nuk realizohet. Në fillim të gushtit, fillimet e gushtit ka qenë, çka e tillë. Është realizuar disi, por nuk ka dhënë fjalën përfundimtare. Dhe fjala përfundimtare me sa duket vjen tani. Dhe është koha, është momenti për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Është një nga periudhat më të arta për të bërë lëvizjet, për të bërë ndryshimet e punës dhe vendit punës, sepse rritjen e detyrë 1, lëvizje nga puna 2, kohën e duhur për nisma të reja 3, që juve i keni, kurse në lidhje me dashurinë e munguar, ujor të dashur do thot me akrep, me virgjëresh, me dem, me gaforre, keni pasur mundësi, por nga ndonjëherë kanë qenë edhe të vështira se ndryshe gjykohet, ndryshe vendoset, ndryshe kuptohet. Dhe kuptimi i gjitha historie ndodh që duhet kujdes dhe vëmendje. Megjithatë, të gjitha këto përbëjnë një pjesë, një puzzle të gjërave që plotësohet pikërisht tani. E përgjithshmja duket se është momenti më i mirë, më i artë i që ndonjëherë mbi ato që bëhet dhe mbi ato që kërkohet dhe stabilizohet. Por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar mbi takimet, bisedimet, çështje të rëndësishme, flas gjithmonë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër korrekt nga ana juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zbulon gjërat e së shkuarës, mbyll çështjet e së shkuarës për gjëra shumë të rëndësishme. Këtë do thotë
peshqit. Përsa përket peshqive, me qenë se peshqit tani e tutje, kanë pasur disa gjëra të lëna pezull dikur. Mirë po, çfarë ndodh në këtë drejtim? Pse gjërat ndodhin në mënyrë të papritur për peshqit? Peshqit gjithmonë janë një hapar se çfarë ndodh. Mirë po në këtë aspekt që ndodh eklipsi, ndodh hëna e plot në shenjën tuaj, në shenjën e zgjuarësisë, e mishërimit, e rregullimit dhe e potencialit ekonomik. Sepse keni shumë gjëra, mi themi të kësaj shenje, dhe do ndikojnë shumë sepse gjatë disa periudhe edhe eklipset, por edhe hëna e re, hëna e plot ndodh në këtë bosht peshk virgjëresh, kanë dhe kuptimin e mirë të tyre, se lidhet me një nga mundësitë ose kohën e artë që vjen drejt gjërave që do të keni, drejt mundësive që do t'ju jepen tani e tutje. Mos u shqetësoni fare, sepse është kjo periudhë, është ky moment që momenti më i mirë i mundshëm, përsa përket një arsye për ekonominë dhe për dashuri. Për dashurinë do thosha unë tani për tani, sado që juve të prisni të bëni diçka, nuk do thosha problem, por do thosha rregull dhe stabilizim, sepse nëse marrim të mirë qenë këtë, për dashurinë për shembull, peshk virgjëresh, peshk binjak, peshk shigjetar. Po të shikoni, binjakët përballë kanë shigjetarët, peshqit kanë virgjëreshën. Dhe juve keni ndikimin edhe me shigjetarët edhe dishirët, ku është një mundësi shumë e mirë, edhe mundësi që nga një anë ndikon dhe stabilizon gjërat që keni. E përgjithshme, duke se janë të gjëra të mbara dhe mundësi të arta mbi ndryshimin, takimin, stabilizimin, korrektësinë tuaj. Dhe kjo duket se është në plan për nisma të reja, është në plan për gjërat të tjera që do vinë në anën tuaj dhe do shikoni dhe vetë, e keni mundësinë, sepse do keni mundësinë e transferimit, do keni mundësinë e lëvizjeve që juve do të keni tani e tutje. Të shikoni dhe keni vetë në dorë përsa i përket ndryshimit, përsa i përket e gjërave që kanë të bëjnë tani e tutje. Duke pasur parasysh, sepse edhe luanët që kanë lëvizje në këtë aspekt e kanë mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në këto çështje. Ana e dashurisë edhe pse keni pas një ndarje, mundoheni ta rregulloni, ka qenë megaforet edhe 203. Këto ishte pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj jave, ka qenë rëndësishme, nga data 24 deri më datën 30 gusht të 2026. Por pas të ndahemi bashkë, nuk kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar. Kudo ndodhen në Shqipëri diasporë dhe jeni në kërkimin e bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe ose nuk e gjini veten aty, atëherë mund shkoni tek sekretaria, mund të dërgoni një email. Po nuk dërgohet email, nuk kam se si të flas ose të komunikojmë bashkë. Atje pastaj mund të themi se si funksionon shërbimi edhe çfarë juve kërkoni dhe doni. Në një rrepulla, më të mirë një oraj. Jesmira.